Raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Sali Berisha e konsideroi si një denoncim për zgjedhjet e mbajtura në Shqipëri. Nga Brukseli, ku është një vizitë disa ditore, kryetari i Partisë Demokratike thekson se në rezolut ngrihen shqetësimet e bazuara në raportin e ODIHR. U shpreh shqetësim i madh për stokun e madh të dosjeve, çka nënkupton mungesë procesit të drejtë ligjor për qytetarët shqiptar. Ky raport denoncoi me qartësinë më të madhe farsën elektorale të vitit të 11 majit 2025. Madje ai flet edhe me emrat për abuzimet me tenderat dhe pronat. Por i denoncon aferën e tyre, denoncon parlamentin me mos zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, konkretisht për Gjaçken dhe Vullnetësinën. Denon në një indirekt, denon ligjin e investimeve strategjike. Berisha shtoi se raporterët evropian do të jenë në Shqipëri për të monitoruar situatën pas zgjedhjeve. Por nëse në harkun kohor 24 orë njoftohen 2 fact-finding mission, kjo tregon se Shqipëria tashmë është një emergjencë, është një smur. Në raportin e Komisionit Evropian kërkohen reforma gjithëpërfshirëse, si dhe zbatimi i rekomandimeve të OSBE ODIHR.